بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Lejohet përdorimi i veshmbathjeve që kanë emra mitologjik, që i kanë quajtur zotat e tyre të kaluarën, sikurse që është Nike. Wallahu alem, ne në esencë i shikojmë çështjet kështu. El aslu fil ashya al ibaha, rregulli i shariatit thotë që në esencë gjërat janë të lejuara, me përjashtim të atyre që kanë ardhur argumentet të cilat e ndalojnë në mënyrë të veçantë. Dhe rrobat janë nga kjo kategori. Që do thotë në esencë rrobat janë të lejuara, me përjashtim të asaj që ka ardhur argumente që e ndalon. E argumenti që e ndalon rrobën si shkak i një sinjali, si shkak i një emërtimi, nuk na ka arrit neve. Neve na ka arrit ndalesa që tregon se rrobat e mëndafshta për meshkuj janë të ndaluara. Rrobat me të cilat njëri specifikohet nga krejt njerëzit që janë përreth tij dhe janë libasu shuhra dhe quhet dhe bjen në sy. Shumë janë të veçanta që nuk shkojnë me mentalitetin dhe me kulturën dhe me zakonet e një vendit caktuar. Këto rroba janë libasu shuhra që nuk janë të preferuar me vesh. Rrobat përmes të cilave njëri e shfaq mendjemadhësinë e tij janë gjithashtu të ndaluara, ndërsa këtu kanë bëjë më shumë me cilësinë që e bartësi, sesa që kthehet tek rroba në esencë. Por megjithatë, këtu janë gjërat të cilat ne i kemi parasysh mbi bazë të teksteve, ndërsa rrobat që bartin një emër, që bartin një simbol, që bartin një domethënë kushtimisht po them kështu një shenjë caktuar, nuk kemi argument që t'i ndalojmë. Por ne këtu themi se e para emri dhe simboli që shfaqet në ato rroba, a tregon për diçka të keqe edhe reklamon diçka të keqe që është për shembull emër i një produkti të ndaluar dhe t'ia bën reklamën, emër një biznesi të caktuar që promovon degenerim dhe shturje, a ja bën reklamën e kësaj? Nëse po, atëherë kjo nuk është si shkak i rrobës që bëhet haram, po si shkak i reklamës që e duhet ka bë haramit. Për këtë shkak, ne tek veshmbathjet, tek rrobat në mënyrë të veçantë duhet me këshyr se emrat e tyre dhe çato simbolet që i kanë dhe kështu me radhë, apo përçojnë mesazh tek ai që e sheh dhe e lexon apo jo. Nëse përçojnë mesazhi është i mirë apo është i keq. Nëse është mesazhi i keq që promovon shturje dhe degenerim, reklamim të haramit, reklamim të atyre të cilët janë duke thirrë në shturje dhe në degenerim, kjo është ndaluar. Sigurisht që është ndaluar me vesh me foto, rroba, me foto të njerëzve të cilët janë gjallë, domethënë të gjallësave në përgjithësi, por edhe të atyre të cilët promovojnë shturje, devijim, muzikë dhe kështu me radhë. Kështu që në esencë veshmbathjet, rrobat janë halal, por i kqyrim një disa rrethana të caktuara që ato kanë mundësi e shndrojnë një rrobë, një tesh caktuar në haram. Ndërsa me kufizuar se shenja Nike aludon një zot, duhet të kemi fakte dhe argumente për te, e para dhe e dyta, a është ky mentalitet dhe kjo ndjenjë prezente të ata të zot e blejnë apo ata që e shohin këtë rrobë me këtë shenjë Nike. Nëse njerëzit nuk e dinë fare dhe dinë që është një firmë një rrobe caktuar apo është një firmë një patike caktuar dhe kështu me radhë, nuk ka një fart keqe me bart me atë. Apo është tani çështja veç ndjenja se sa ki dëshirë që ti mi reklamu produkte dikujt tjetër, është ç'kjo është meselja. Ndërsa në esencë nuk mujna me thonë që është ndaluar. Sepse kjo çështje se a ka qenë do të thotë simbol i një zoti apo jo, është çështje që nuk kena fakte të qarta, apo është më shumë gojëdhënë dhe është çështje miti sesa që përkën me një realitet. Për këtë shkak nuk kena mundësi mbi bazë saj mi thonë haram, po duhet mi kqyr pak ma gjën çështjet, se ka mundësi që rrobat të cilat kanë emra të caktuar të firmave të cilat promovojnë të keqen, janë më të rrezikshme se sa me vesh me diçka që është me Nike dhe po them kushtimisht me një simbol të ngjashëm. A flasin banorët e zjarrit edhe kur janë duke u dënuar. Argumentet kuranore flasin se edhe banorët e xhenetit, po edhe banorët e zjarrit të xhehenemit flasin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa nada ashabun nari ashabal jannati
dhe thorasin banorët e zjarrit: o ju banor të xhenetit, a na jepni pak ujë dhe furnizim që ju ka jep Allahu. Dhe ata banorët e xhenetit u kthejnë: Allahu e ka ndalu furnizimin dhe ujin për pabesimtarët. Ky është argument i qartë dhe nuk po kam nevojë me përmend argumente tjera që tregon se edhe banorët e xhenetit e çon xhenet prej momentit që hyn njeri. Allahu na bëf prej tyre. Prej momentit që hyn është duke shiu kënaqësi, dhe banorët e zjarrit prej momentit që hyn janë duke shiu vujtje. Allahu na ruaj nga gjendja tona. Që të dy po flet kanë. Edhe banorët e zjarrit duke u dënu flasin, edhe banorët e xhenetit duke shiu kënaqësi dhe të mira flasin. Kështu ky argument është i qartë se banorët e zjarrit flasin deri në një moment ku Allahu Azza wa Jall u ndalon atyre që të flasin dhe u thot: ikhsa'u fiha wala tukallimun. Hashtni. Vetëm shijeni dënimin tashmë, hashtni, nuk keni drejt as ankese. Wala tukallimun, dhe të mos ju njihet asnjë zot duke fol. Dhe kjo është dënim mbi dënim, si shkak i kufrit të tyre, si shkak i mohimit të tyre. Allahu na ruaj. A është obligim falja namazit me xhamat në xhami? Dhe për kë është obligim? Çështja e namazit me xhamat në xhami është çështje që dietarët kanë mendime të ndryshme lidhur me të. Se a është farz, e kanë për qëllim farz ain, apo është farz kifai, apo është sunnet i fortë. Do të thotë disa nga dietarët thonë është farz kifai, obligim kolektiv që xhamia duhet gjithsesi dikush t'i frekuentoj. Nëse xhami nuk shkon me frekuentu askush që mu fal në tu me xhamat, hin në mëkat, bojnë gjuna çata banorët, çata muslimanët aty në veneve. Ky është mendimi i mëdhëbit Shafi'i. Ndërsa një grup tjetër i dietarëve thonë se namazi me xhamat është farz ain, është obligim individual për secilin person. Dhe këta ndohen në dysh. Një pjesë e tëra thonë se namazi nuk vlen veç se në xhami, e që kjo është mendimi i dopt, është mendimi i Ibn Hazmi dhe i disa nga dhahirive, sepse nuk është namazi me xhamat kusht për saktësinë dhe vlefshmërinë e namazit. E një pjesë tjetër thonë është wajib, obligim, farz, për shkak se ata nuk bëjnë dallim mes wajibit dhe farzit, thonë është farz që të falet me xhamat, por vlen edhe dikon tjetër nëse falet me mëkat. Tani ai që e lën nuk shkon në xhami dhe falet në shtëpi pa arsye, falet vend punë pa arsye dhe ka pas mundësi me shku në xhami. Namazi i tij është i vlefshëm, por ka bëu mëkat dhe gjuna që nuk ju ka përgjigj ftesës së Allahut Azza wa Jall që të shkojë të adhurojë atë në xhami, aty ku adhurojnë atë besimtarët. Dhe mendimi i radhës dhe i treti është mendimi që thotë se namazi me xhamat është sunet, është traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është simbolik e muslimanëve dhe e vendeve muslimane që ata shkojnë dhe falen në xhami me xhamat. Po nëse falen aty e kanë shpërblimin e namazit të është sa 27 namaze apo 25 namaze, varësisht nga transmetimet që kanë ardhur. Ndërsa nëse falen në shtëpi nuk kanë mëkat, por e kanë namazin sa një, domethënë sa një namaz, nuk i është shumë fishosh shpërblimi i namazit që e falin në vetmi, ndërsa nëse e kishin fal me xhamat në xhami, ju kish shumë fishu në 25 apo 27 herë. Wallahu alem, mendimi i më i saktë është se namazi me xhamat është wajib, është obligim. Ai që ka mundësi më shku në xhami, mu fal me xhamat, dhe nuk ka arsye që të vënohet nga kjo, nuk ka arsye që ta braktis xhamatin, ai njeri është mëkatar, por namazi i tij kudo që të falet është i vlefshëm, sepse nuk është namazi në xhami me xhamat kusht për vlefshmërinë e namazit, por është, do të thotë, madhërim i kësaj simbolike të fesë dhe është tregim i pozitës së lartë që ka namazi dhe xhamia dhe xhamati në jetën e muslimanëve. Allahu Azza wa Jall në surën Nisa
tregon që Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu i tha që edhe gjatë luftës në momentet më kritike kur armiku dëshiron që t'ju gjejë në gaflet dhe t'ju sulmoj pa pritmas, edhe në ato momente t'i falu me xhamat një pjesë e ushtrisë sate, le të falet me ty, një pjesë le të ruajnë, pastaj ata që kanë rujt le të vinë le të falen një pjesë namazit me ty dhe pjesa tjetër që kanë fal le dalin në roje dhe kështu me radhë, që ky ajet po tregon qartazi se edhe gjatë momenteve kritike, sikur se lufta, e që rrezikohet jeta, duhet që të falet namazi me xhamat dhe për këtë krejt dietar pa përjashtim e përmendin salatu al-khawf, namazi i frikës dhe forma e atij namazi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar disa herë gjatë jetës së tij dhe sahabët e kanë praktikuar dhe muslimanët e kanë praktikuar, sepse nuk duhet që të lihet xhamati si shkak e ekzistimit të një frike të caktuar. Wallahu alem, mendimi më i saktë është që duhet burrat të falen me xhamat në xhami. A lejohet pagimi i kredis për një familjar, konkretisht për babën i cili ka marrë kredi në bank dhe s'ka mujt mi pagu dhe pastaj banka ka bu presion dhe është dash që unë me pagu kredin e babës, a kom gjëna. Bankat janë vende ku promovohet një haram i madh që Allahu Azza wa Jalla ka quajtur atë në librin e tij harb, luftë ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. Ata të cilët punojnë me kamat, ata që mirën me riba, dije se Allahu ka shpall luftë edhe ata i kanë shpall luftë Allahut. Dhe ka në hadith që atyre që janë marrë me kamat, nesër ditën e gjykimit, ringjallën sikur se i ka kap shejtani apo, dhe jepet një shpatë në dorë dhe i thot lufto kundër Allahut, sepse ti në dunja e luftesha Allahun kur mirëshe me kamat. Kështu që është mëkat i madh çdo lloj kontrate, marrëveshje, shitvlerje, çënte ka përqindje të kamatës. E kredit janë një prej një prej metodave që funksionojnë bankat dhe e sillin kamatën është çështja e kredive. Japin me një përqindje të caktuar që pastaj ju kthehet atyne, e që kjo është padyshim haram dhe është ndaluar dhe është mëkat i madh. Po nëse ka hyrë një familjar i jone, ai duhet para se me pas gajlen se çush ka me kthy, ai duhet me pas gajlen se çka ka mi thon Allah te Zogjel nesër ditën e gjykimit. Ai duhet me pas gajle se çush ka me dal para Allah te Zogjel kur ai ka marr pjesë në një proces që luftohet Allahu dhe pejgamberi përmes atij procesi. Ai duhet mos pari mu pendu sinqerisht tek Allahu Azza wa Jall, pastaj me lut Allahun Azza wa Jall që më ia lehtësu atij që të shpëtoj nga pasojat e kësaj kredije dhe këtij mëkatit madh që ka bu. Nëse është vetëdisu dhe është pendu sinqerisht, dietarët kanë përmend se a lejohet që të ndihmohet atij financiarisht që ai me kry këstet dhe me shpëtu sa më shpejt nga ai mëkat apo jo. Këtu kanë jep fetva të ndryshme dietarët, e që edhe nëse e marrin fetvan dhe qëndrimin atyre të cilët e kanë leju që të ndihmohet dikush duke jap atij qoftë borxh, kuptohet borxh që Allahu e ka leju pa një interes saktuar, apo japet borxh që ai ta kthej kredin që e ka me kamat, apo i dhurohen, i japën fal një pjesë e parave që ai ta paguaj kredin dhe të shpëtoj nga ai mëkat rrjedhës që e ka. Nëse e marrim këtë mendim që lejohet vetëm tek ai rast kur e shohim se është pendu dhe i vjen keq dhe ka shpreh keqardhjen e tij para Allahut Azza wa Jall, pastaj para besimtarëve që ka hyrë kredi. Këti lejohet m'ia pagu. Ndërsa nëse ne e dim që ja paguajmë këtij këstet që i kanë bet kredis dhe ja lehtësojmë gjendjen që ai me hi edhe një herë në kredi, nuk lejohet as bab nëse është m'ia ndihmu. Pse? Sepse ti e përmesoj duke e lehtësu atij rikthimin qatë mëkat të madh. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan."
dhe ndihmohuni me zvete në punë të mira dhe në devotshmëri dhe asesi mos u ndihmoni me zvete për mëkate dhe shturje dhe keqbërje. Kështu që ai i cili e pagun kredinë e prindit apo të një të afërmit tij dhe kështu me radhë, duke e ditë që ai nuk është pendu, ky njeri është duke ndihmu mëkatin, e padyshim që edhe ai ka hyrë në mëkat, dhe ai ka bërë gjuna, edhe ai ka nevojë për pendim. Allahu Azza wa Jall gjithëve na i mundsoft pendimin dhe tauben dhe largimin nga gjërat që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Kam harruar sa ditë kam bërë nga Ramazani. Si të veprej? Nëse ka mundësi që njëri për afërsisht me ditë se sa ditë e ka prish Ramazanin, ka pas udhëtim, ka qenë me cikël, ka qenë lehone, dhe i ka pas problemet shëndetësore që është detyruar me prish, a ka mundësi njëri për afërsisht me ditë? Padyshim që ka mundësi me ditë për afërsisht. Apo? Nëse e din për afërsisht, për me marr atë, domethënë sigurin, e shton edhe një ditë më shumë, apo edhe ja xheran ato ditë. Për shembull, të motrat të cilat kanë, domethënë, çështje me cikël dhe të vazhdueshëm për kështu me radhë, e din se zakonisht e kam ciklin 6 ditë, po ka mundësi në herë rroll 7 ditë, po tash nuk e di a kam pas shat Ramazan 7 ditë apo 6 ditë, e merr me të sigurt në thoj kam pas 7 ditë, edhe ja xheran 7 ditë. Si ta zgjedhim hoxhën që duhet ta ndjekim? Padyshim që ndjekja e një hoxhës dhe marrja e fesë dhe mësimeve të fesë nga një njeri i cili është i thirrur që ta shpjegoj fenë dhe jemi ne të thirrur që ta ndëgjojmë atë dhe kështu me radhë, padyshim që kjo është një obligim individual për secilin person, sepse na nuk kemi mundësi që ta mësojmë fenë vet. Kemi nevojë që dikush na mëson neve fenë. Kemi nevojë që ta pyesim dikon për gale dhe telashe dhe problemet dhe brengat tona. Kemi nevojë që ta marrim udhëzimin e dikujt dhe këshillën e dikujt. Gjithashtu kemi nevojë që ta mësojmë dispozitën e halal dhe të haramit nga dikush. E ai është një lloj ndërmjetësuesi mes neve dhe Allahut Azza wa Jall sa i përket kumtimit të dispozitave të fesë. Apo ai na i ka thënë halal çka është dhe çka është haram. Na i ka thënë çka është e dashur për Allahun dhe çka e urren Allahu subhanahu wa taala. Pasi që çështja po ndërlidh ka se ai është një lloj ndërmjetësuesi mes neve dhe Allahut Azza wa Jall sa i përket kumtimit të dispozitave të shariatit, atëherë njeri duhet me marrë shumë seriozisht këtë përzgjedhje të hoxhës së tij. Sepse këtu po ndërlidhet feja jote. Këtu po ndërlidhet a kime arrit dashurinë e Allahut apo jo. Sepse nëse e ndjek një hoxh që aje ka gajle fen, aje ka gajle me ta shpjegu halalin, aje ka gajle me ta shpjegu haramin, aje ka gajle me ta jap edukatën e mirëfillt, padyshim që Allahu ta ka jap një hajër dhe një bereqet dhe ta ka dashur mirën. Që kanë thonë Aun ibn Abdillah nga tabenet apo edhe Sufjan al-Thauri edhe të tjerët nga selefijun, se kur Allahu Azza wa Jall ja don të mirën një tëriu, ja mundson që ta gjejë një hoxh të mirë nga ahlus sunna wal jamaa që ja mëson atij fen. Dhe kanë thonë disa nga selefi se njeri është njeri dhe fetaria e tij ka me vazhdu mbi bazë të udhëzimeve të para të tij. I ka marrë të parat, udhëzimet e para, këshillat e para, mësimet e para nga një hoxhi ahlus sunna wal jamaa, ka me ecë në rrugën e ahlus sunna wal jamaa, ka me madhru Allahut, ka me madhru pejgamberin, ka me madhru selefin, ka me madhru shariatin, ka me madhru wahyin shpalljen. Po nëse i ka marrë mësimet e para nga një njeri që është ahlul bid'a, nga një njeri që është ndjekës i epsheve, është ndjekës i bidateve, është ndjekës i lehtësimeve të pa argumentuar shariatikisht, apo është ndjekës i bindjeve ekstreme dhe kështu me radhë, ai ka me vazhdu të jetë i tillë. Për këtë shkak duhet me pas shumë parasysh çështjen se prej kujt po e marrim fen dhe të mos pranojmë që të bëjmë eksperimente në çështjet e fesë. Çdo sa bën eksperiment. Edhe pse njeri nuk duhet që ta rrezikoj veten. Po un po them në mënyrë kështu hipotetike, bën eksperimente në shëndetin ton. Këshëra. Mos habuk një 4-5 ditë veç pi ujë, kështu apo ndodh. Tani në nisja veç bën këto dhe mos e bë atë. Kështu apo ndodh edhe pse edhe kjo nuk është e lejuar, veç po them. Ma e lehta. Ndërsa mos bëj eksperimente sa i përket çështjes së fesë sot.
mos bëj eksperimente në çështjen e fesë, mos bëj eksperimente në çështjen e besimit, mos bëj eksperimente në çështjen e marrjes së dijes dhe kështu me radhë. Për këtë shkak bëhu i kujdesshëm për fenë tonë. Bëhu koprat sa i përket meseleve të dinit. Mos ja lejo çdo kujt me të përzi në fenë tonë. Mos ja lejo çdo kush me zgjat dorën, me shtutet e diçka dhe me hek pejtë diçka. Atë çka do të më bëu? Do të më jap mundin maksimal që me gjithë hoxhën e tuaj që ta mëson fenë. Realisht ai duke ta mësuar ty fenë është ta kallëzu rrugën që shkon drejt xhenetit. Edhe është ta kallëzu rrugën që shpëton nga xhehenemi. Apo do është ta kallëzu rrugën që ec dhe mrin në fund të asaj rrugës i shëndosh dhe mirë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Atëherë na duhet me pas një barë dhe duhet me pas një gajle dhe një preokupim se qysh me gjithë hoxhën, padyshim. Çka duhet me qenë kriteret që duhet me plotësuaj prej të cilët na e marrin fen? E para, duhet me qenë njëri i dëshmuar dhe i njohur se është hoxh, është talib ilm, nxënës i dijes, është alim, dietar dhe kështu me radhë. Duhet me qenë i dëshmuar. Do thot dietarët kur e kanë përmend çështjen se kush është prej muhaddithinëve dhe kështu me radhë kanë thonë duhet me qenë mashhurun bir riwaya ase mustafid al amr, kanë thonë. Çështja e tij me qenë e famshme, e njohur apo i njohur me kërkim të ilmet dhe të transmetimit. Do të më qenë njëri i njohur se ky njeri është talebe, ka shku ka mësu, ka kry fakultet, ka kry shkollë, ka prezantuar në ligjëratat e ulemave, ka marrë nga njerëzit e dijes, është shoqëruar me njerëzit e dijes, e ka referencat e qarta dhe kështu me radhë. Do të më qenë i njohur dhe nuk mirët ilmi nga të panjohurit. Apo, që ka thënë dhe Imam Maliku, sharrul ilmi al gharib, ose sharrul hadithi al gharib. Dija më e keqe është e panjohura, apo ajo që është e huja, apo transmetimi më i dobët është ai që është i huji. Do të njëri me marrë nga të njohshmet. Para do të më qenë njëri i njohur që është talib ilm, është nxënës i dijes, është hoxh, është davetxhi, është dietar dhe kështu me radhë. Do të më qenë i njohur me këtë. E para, e dyta, do të më qenë njëri që referencat i ka të qarta. Referenca e tij është Kur'ani dhe është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunneti i tij dhe është ndjekja e gjeneratës së sahabëve, tabiinëve dhe tebe tabiinëve apo e selefit në përgjithësi. Do thotë referenca e tij në kuptimin e Kur'anit dhe sunetit është selefi. Dhe referenca e tij në argumentim është fjala e Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi bazë të kuptimeve të shëndosha të gjeneratave të para. Apo kjo është shumë e rëndësishme sepse përmesoj ne e dim që hoxha në fjalë, talib ilmi, nxënësi i dijes në fjalë, është duke ndjek rrugën dhe shtegun e sigurt. Çështja tjetër do të më pa tek ai gjurmë praktike të fesë. Kanë thënë dietarët, do të më pa tek ai ikhlasin edhe mutaba'an. Do të më pa te ai që e ka fen për rime, edhe ka fen për veti. Nuk i intereson vetëm i thon këtij bën dhe nuk bën, po në veten e tij ai fillimisht e praktikon ato që thot bën dhe i largohet asaj që thot nuk bën. Është i sinqert me fenë e tij. Në këshillën që e ka Sufjan al-Thauri, një dietar të kohës së tij, Abbad ka pasur, ka thon la ta'khudh dinaka illa mimman huwa mushfiqun ala dinihi. Mos gabo me marr fen veç se për atij personi që është i kujdesshëm për fenë e tij. Nëse është që ai ka gojë hallon dhe haram për veten e tij, e këshyra bën as bën për veten e tij, i largohet të dyshimtës për veten e tij, prej atij me rrethin. Do thot ai që i ka referencat e qarta, e këshyr se sa e ka për ime ai fen, sa e praktikoi në veten e tij fenë e tij, sa e ka gojë ai fenë e tij. Kjo është pjesa e ikhlasit të tij që është i sinqert, dhe el mutaba'a, sa është ai preciz në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka gojë pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptimet e fesë mbi bazë të praktikave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptohet që duhet edhe me shku edhe një hap më tutje dhe me këshyr se secili hoxh nuk është për secilën
pyetje, po them kushtimisht, apo na e morrim në hoqë që na i tregon neve rrugën drejt Allahut azza wa jall. E shohim tek ai dëshminë se e ka sinqeritetin, të jashtëm na e shohim se është në rregull, ka gojlën e pasimit të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka referencat e qarta Kur'anit dhe Sunetin, është i njohur me marrjen e dijes nga njerëzit e dijes dhe kështu me radhë, dhe nga vatrat e dijes. Dhe shohim te ai gjurmë të dijes se flet me fjalën e Allahut, me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me fatvat e ulemave, shohim në gjuhën e tij dhe fjalën e tij argumentin nga hadithi, argumentin nga Kur'ani dhe kështu me radhë, atëherë shohim që kjo është inshallah tregues që kjo është në rregull. Pastaj e këshyrim se ky hoxh na i mëson neve akiden, çështjet e besimit, e fikut dhe kështu me radhë, po në çështje të caktuara nuk ka përgjigje. Apo nuk e ngarkojmë atë me pyet, por çështje të cilat ai vet i ik përgjigjes. Për shembull, po them në çështjet e shitblerjes, apo sidomos të çështjet e reja nuk ka përgjigje. Atëherë ne këto e kemi hoxh, ama me referencën që na jap ai e pyesim dikon tjetër për mesele të tjera të cilat ky hoxha nuk ka përgjigjen to. Apo ka mundësi për probleme familjare, nuk ja përgjigje. E pyesim dikon tjetër, po masi që i referohemi këtij, sepse ne këto e kemi përzgjedhur si hoxh ton që na çon drejt kënaqësisë së Allahut azza wa jall. Edhe një fakt shumë të rëndësishëm që e kam përmendur dietarët e selefit në librat e tyre, sidomos në librat që tregojnë për këshillën që japin atyre që dojnë me nxon dije dhe kështu me radhë, kanë thonë hoxhën pasi që e lyp njëri dhe jap mundin maksimal që me gjet atë hoxh. Duhet me bëu edhe istikhare. Me fol namaz istikhare, me bëu dua të istikharës që Allah me ta përzgjedh ty hoxhën, që Allah me ta mundsu ty hoxhën e mirë, që Allah azza wa jall me të rujt nga ata të cilët nuk e kanë për ime as fetarin e as fetfan e as shpjegimin. Apo duhet me bëu edhe istikhare. Na kur dojna me bleni produkt që kushton, tazon po do me bleni kërë që kushton 100.000 euro, sa munohesh më rujt, sa munohesh me marrë sebepe, sa do të me qunë kontrola, me bu këtë dhe me bu atë dhe me bu atë, fundit keme bleni një kërë apo, ka me blej ai një diçka tjetër, e ai që nuk e ka shumë ma shumë sa kaq, gojlje se prej kujt po e merr fen, është rrezik që me dështu, Allahu na rujt, po ai dështem pastaj është problem u përmirësu. Nëse rrethi farefisi ndikon në gjendjen depresive tonën, a bën të shkëpusim ato lidhje? Parimisht lidhjet farefisnore janë obligim që të mbahen. Allahu azza wa jall tregon për tu dhe thot se nëse i shkëputni ato, fa hal asaytum, nëse i shkëpusin ato dhe dëshironi vëllë fesat në tokë, mi këput raportet me ata që ne kemi urdhëruar mi mbajt. Ulaika alladhina la'anahumullah. Ata Allahu i ka mallku. Por këtë shkak shkëputja e lidhjeve farefisnore është rrezik i madh që ka mundësi të çndrit te mallkimi i Allahut azza wa jall. Dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore është shtim i rrezikut dhe i bereqetit dhe jetës. Apo po nëse njëri në farefisën e tij, në rrethin familjar të tij, ka njerëz të cilët mbjellin depresion, pesimizëm, apo edhe më e keqe se kaq, me ta kurrin ofendohet feja, shohat namazi, hijabi, pejgamberi dhe kështu me radhë, atëherë me ta duhet që të kemi kujdes se mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk na jep neve të drejtën që të rrimë në mezhlis ku ofendohet feja, apo Allahu azza wa jalla përmend që fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Nëse ata tallen me fe, mos gaboni me najt me ta, derisa të mos e ndrojnë temën. Se nëse nuk e ndrojnë temën edhe ti qëndron me ta, është rrezik më bosi ose ta. Për këtë shkak, nëse ne shohim që në rrethet familjare ka njerëz që ofendojnë fen, tallen me fe dhe kështu me radhë, na duhet maksimalisht të harrojmë veten dhe të harrojmë fen tonë dhe të distancohemi nga ato naja dhe ato mezhlise apo nga ai format i caktuar i najës dhe ai mezhlisit. Sepse ka mundësi që nëse viziton veç axhën apo veç dajën, nuk ndodhin këto muhabete, po kur bashkohen mes veti axhallarët dhe bashkohen mes veti familjarët, bëhet një atmosferë e tillë, atëherë në tubime të tilla mos më marr pjesë, është e udhës. Ndërsa kur e sheh se gjendja jote
po ndryshon negativisht kur po rrin me një familjar të caktuar. Apo atëherë ti këshire se çka mundet me qenë shkaktari që po ndikon te ti, që po ndryshon gjendja jote. Nëse mundesh miran fije, mirë. Nëse jo, rralloje qëndrimin me te, sepse ka mundësi që të dëmton. Si ta largojmë mësyshin apo magjin? Ne e besojmë që magjia dhe mësyshi janë të vërteta, janë hak dhe kanë ndikim me lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe na ka mësuar edhe Allahu Azza wa Jall dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çush ti marrim masat preventive që të ruhemi nga këto, po edhe çush të kërkojmë tek Allahu Azza wa Jall shërem nëse jemi sprovuar me to. Mësyshi dhe magjia kanë mundësi që ndikojnë në raportet mes çiftit, ndikojnë raportet mes familjarëve, ndikojnë raportet mes ortakëve dhe kështu me radhë. Kjo është hak pa pikë dyshimi. Ne çka duhet me vepru? Mësyshin kemi mundësi me mbrojt nëse e dim që ka mundësi dikujt i pëlqen diçka, ka hased rreth diçkafi, që ne ta përmendim Allahun Azza wa Jall gjatë momentit kur e shohim atë të këqyr, kur e shohim atë duke vëzhguar diçka që ka mundësi i bihet mësysh për mesaj, apo? Atëherë ne e përmendim Allahun Azza wa Jall, bëjmë dhikrin Allahun, do thotë e përmendim Allahun, bëjmë dhikr Allahun Azza wa Jall që ndikimi i mësyshit jetë minimal. Po nëse e dim se ati nëse ja përmendim Allahun Azza wa Jall si bëhet shefi, atëherë na e përmendim në vete Allahun Azza wa Jall dhe bëjmë dua që Allah Azza wa Jall më na rujt neve apo më rujt të tjerët nga ndikimi i mësyshit dhe i hasedit. Ndërsa magjin gjithashtu, domethënë mosat preventive që njëri të ruhet nga magjia, nga sihri dhe kështu me radhë, është që ta lutim Allahun Azza wa Jall me na rujt, por edhe t'i këndojmë duat dhe suret që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka praktikuar. Sepse ato e largojnë ndikimin negativ të shejtanëve. Ai që e bën dhikrin e mëngjesit, nëse është burrë fal namazin e sabat me xhamat dhe e bën dhikrin e mëngjesit, e bën dhikrin e mbrëmjes, e bën dhikrin e gjumit dhe i fal namazet me kohë, qoftë mashkull apo femër, dhe kërkon tek Allahu Azza wa Jall mbrojtje dhe stërhem nga çdo e keqe. Padyshim që Allahu Azza wa Jall e mbron dhe ruan atë nga çdo e keqe. Sepse këto janë masat preventive që ka mundësi t'i merr dikush. Apo e ato masa preventive ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse i marrim ato masa preventive pa pikë dyshimi që Allahu subhanahu wa taala do të na ruaj nga çdo e keqe. Në mes të këqijave është edhe mësyshi dhe hasedi dhe magjia dhe të tjera. Pyetja e radhës thotë burri nuk më lejon me ngu derse ku ka pamje të hoxhallarëve. A lejohet kjo? Parimisht ne e dim që duhet të më dëgju burrin, sepse ki obligim dëgjimin e fjalës së tij. Por një dy fjalë atij, ndërsa ti ndëgjeje çu thot ai. Ndërsa dy fjalë për ato që e pengon gruan e tij nga përcjellja e dersave, sepse kanë të shikim. Veç nga ja mos e kshor. Nuk na ka ardhur në asnjë nga transmetimet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pengu gratë e sahabëve që ta shikojnë atë gjatë dersit që ja u ka specifiku pejgamberi veç grave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas ders enkas veç me gratë, apo që ka ardhur në transmetim që gratë në anku kanë thonë ja Rasulullah, burrat po marrin pjesë me ty në luftë, po falen me ty, po janë afër teje, a ki mundësi me na specifikoni edhe një ditë veçantë, pejgamberi alayhis salam ja u ka jep një ditë veçantë që veç gratë kanë marrë pjesë në atë ders. Nuk ka ardhur asnjë transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë atyne mos më shikuate. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon burr që realisht gratë e huja ka pas halal më martu me tu. I bie se çdo është me pas një distancë. Por megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë atyne që ulen në shikimin. E as nuk dihet që dikush prej sahabëve i ka thonë të tjerëve se bën me shku me marrë elëm, po do të me pas parasysh me ul shikimin, mos me qyr hoxhën. Përkundrazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gratë veta Aishën e ka ngrit që ajo të fshehet prapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e të sheh djelmushat e ri duke lozur në xhamin e tij nga Abisinia, apo ata kanë bërë vallëzim i përzim me një lloj të
të marshit ushtarak, po them kushtimisht, apo i ka kqyr, apo dhe Aisha vetë tregon që pejgamberi ma bënte a është mjaft o Aisha, thot unë i thëshe jo edhe pak ja Rasulullah. Thot nuk pata dëshirë shumë mi kqyr ata, po pata dëshirë me mat sabrin e pejgamberit dhe me kuptu dashurin e tij ndaj meje. Apo pejgamberi tha me kqyr, apo ajo kqyr ke tu lujt djelmoshat, djemt, burrat, po them, apo kushtimisht në xhami, dhe vallëzim i përzim me një lloj të isti'rad el-askeri që i thonë, domethënë një lloj të marshit ushtarak dhe kështu me radhë. Çdo të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ndalu. Nëse dikush e ndalon nga xhelozia na keqësisht e kuptojmë, por parimisht nuk ka ndonjë arsye të justifikuar shariatikisht që më ndalu. Dhe sari tjetër që kam përmend dietar kanë thonë shikimi i mashkullit ndaj gjinisë femërore gjithmonë është i shoqëruar me një ndjenjë të domethënë i shoqëruar me një ndjenjë, po them kushtimisht e psharake. Ndërsa nuk është shikimi i gjinisë femërore tek gjinia mashkullore i shoqëruar me këtë ndjenjë. Për këtë shkak edhe dietarët duke komentuar fjalën e Allahut azza wajal kul mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna i përmendin ndallimet e shikimit të gjinisë mashkullore ndaj femrave dhe gjinisë femërore ndaj meshkujve, e që njëra palë është, po them kushtimisht, ma e lehtë, apo shikimi i gjinisë femërore ndaj meshkujve ka një lehtësim, jo që s'do të merroj shikimin, po parimisht janë disa rrethana ma lehtësuese, edhe këtë besoj që e din të gjitha ata që njohin natyrën e meshkujve dhe femrave.